Ishte një përvojë e re për herë të parë që marrmi në pjesë në lojrat mesdhetare. Ka qenë pak e vështirë dhe përgatitja, shkaku që janë datat jashtë datat që i japin FIFA dhe UEFA, kështu që kena një grup komplet ri, një moshë të re. Stërvitja e parë ka qenë mirë, ka shku mirë dhe shpresojmë me kalu sa më mirë atje dhe me pas rezultate pozitive. Ata ka pas shumë ndryshime, është një grup komplet e re për të gjitha shtetet që marrin pjesë, kështu që është pak vështirë me analizu, po prapë se prapë besojna që kena me pas ndeshje shumë interesante kundër Algjerinë, Shqipërinë dhe Italinë dhe me lojtarët tonë që i kemë mundohemi ta nxjerrim maksimumin. Sot ka qenë stërvitja parë, ka qenë një stërvitje me intensitet mirë. Shpresojna që do shkojna dhe të japim maksimumin atje të kthehemi me medalje. Këtyre kombëtarëve nuk na ka rënë shpesh mu taku, por shpresoj si e poshtë ekipën sot është 100% e gatshme për të tri kombëtarët. Shpresoj që kena me vep një paraqitje të mirë dhe tonë kena qef me përfasu Kosovën sa më mirë.